يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فالله سبحانه وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل kushdo që të polemizon ty o Muhammed rreth çështjeve të fesë në përgjithësi, pasi që ka arrit argumenti, dituria, atëherë thuju: Ta'alu, ejani, nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum, që të ishtim dorëzan ose të lutemi kundër fëmijëve tonë, grave tona, edhe veteve tona, thumë në betehil, e të kërkojmë pastaj mallkimin e Allahut, e të bëjmë me sfidë me njëri tjetrin, që mallkimi i Allahut subhanahu wa taala të jetë mbi ata të cilët janë duke gënyer. Inna hadha lahu al-qasas al-haq. Se këtë tregim që e tregu, pra tregimi i Isës alayhi salatu wassalam, dhe ngritja e tij në qiell, forma e krijimit e të tjera, janë të gjitha tregime të sakta. O ma min ilahin illa Allah. Dhe nuk meriton me adhuru kërkush përveç Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah lahu al-azizul hakim. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala vërtet është i lartë, madhështor, krenar. Fe in tawallu, dhe kushdo që ja kthen shpinën argumenteve, fe inna Allaha alimun bil mufsidin, Allah subhanahu wa ta'ala është i ditur për ata të cilët bojnë sherr, për ata të cilët bojnë shkatrim, për ata të cilët bojnë fesad. Kështë e përkthimi i ajeteve, kurse komenti i ajeteve, Allah subhanahu wa ta'ala para këtyre ajeteve tregoi për Isën alayhi salatu wassalam disa tregime, disa ngjarje, disa kurtha që pabesimtarët ja bën Isës alayhi salatu wassalam, dhe ngjarjen që Allah subhanahu wa ta'ala ka ngrit Isën alayhi salatu wassalam në qiell. Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala tregoi se krijimi i Isës alayhi salatu wassalam në formën një të zakonshme, sikur që krijohen shumica e njerëzve, ajo ishte vetëm me pasjen e një prindi, ajo ishte nona Mërjemja, pa qenë e martuar kur, as pa pas kontakt me burr. Kjo nuk është gjë e çuditshme, dhe Allah subhanahu wa taala tregoi më lart se Ademi alayhi salatu wassalam u shkrijuar pa babas pa nonë. Dhe kushdo që e vën dyshim atë që ka thonë Allahu në Kur'an dhe atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, shpjegoja si argumentet. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm, kushdo që të polemizon, kushdo që e vën në dyshim atë që e ka thonë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, dhe atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, fekul, e bëjmë një sfidë. Kjo është për ata të cilët nuk e besojnë Allahun subhanahu wa taala në bazë dhe kundërshtojnë librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por vlen edhe për ata të cilët janë musliman, por që në çështje të caktuara kanë devijime nga rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga rruga e sahabëve. Dhe në të gjitha çështjet
në të cilat ata kanë devijime, duhet me sjell argumentet dhe kur polemizojnë, nëse shteren mundësit ose nuk bëhet e qartë nga përballja e argumenteve për njerëzit, është edhe një mundësi e fundit. Hajde urdhoni, e bëjmë sfidën, kushdo që nuk është duke i shpjeguar drejt fjalët e Allahut subhanahu wa taala dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, le të urdhrojmë ta bëjmë mallkimin e Allahut, që të bjen mallkimi i Allahut mbi fëmijët e tonë, gratë e tona dhe mbi neve, nëse ne nuk jemi të thonë të vërtetën, që ose nuk jemi të shpjeguar drejt librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ne jemi të thonë drejt e ju jeni të gëny, ju jeni të devijuar, atëherë mallkimi i Allahut që mbi ju dhe fëmijët e juve dhe vetët e juve. Normal se unë personalisht për të gjitha shpjegimet që i kam bërë deri më tash, kushdo që dëshiron me bë sfidë se nuk i kemi shpjeguar drejt, sikur ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sfida është e hapur një vit, kush don në të lajmërohet. Për shkak se me rreth mrapa shpine, me bë munafiki, është e lehtë. A ka dikush me vite të tëra që flasmi mbi librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të gjitha çështjet, për të gjitha meselet, ne turnon ne jemi të gatshëm të bëjmë sfidë mallkimi i Allahut qoftë mbi ata të cilët nuk e shpjegojnë drejt librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse sfida mbetet një vit, nuk lajmërohet kërkush, në ta bërë secili ftyrën e tij prej munafiku. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, kushdo që mundohet me e devijuar të vërtetën që ka sjell Allahu subhanahu wa taala në librin e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij të saktë, atëherë thuju se ata flasin ti flet, ata flasin ti flet, ata bin një argument, ti një argument. Ti sjell një hadith, ata thonë jo, po është një hadith tjetër. Ti thu kështu e kanë kuptuar sahabët, jo, po gjithmonë gjinet diçka për polemik, atëherë sa zgasmi polemikën, më mirë i shkojmë bisedës më shkurt, kërkojmë mallkimin e Allahut për atë i cili është të bë mashtrim. Dhe ajetet kanë ardhur pasi që Allah subhanahu wa taala ka folur për Isën alayhi salatu wasalam dhe prej mashtrimeve më të mëdha që janë bën njerëzimit është çështja e Isës alayhi salatu wasalam. Prej mashtrimeve që janë bën më shumti njerëzimit dhe vazhdojnë të bën është çështja e Isës alayhi salatu wasalam, duke e ofenduar atë ose ana tjetër duke u mundua me ngrit më tepër se sa që ka qenë, e me i dhonë edhe cilësitë të Allahut. Dhe Isa alayhi salatu wasalam, kemi thonë, as nuk është i nënçmuar, as nuk është Zot, por i nderuar pejgamber i Allahut subhanahu wa taala dhe rob njëri, sikur që janë të gjithë njerëzit, me një formë të krijimit pak më ndryshme, po ka forma të krijimit edhe më interesant se Isa alayhi salatu wasalam, ajo është krijimi i Ademit alayhi salatu wasalam. Kushdo që të polemizon ose i vën në dyshim fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëre e qesmi një sfidë, thot Allahu subhanahu wa taala, fekul, thuju vatënve, thuju, propozoj, urnoni, e janë. Ta'alu, e janë, në duhe ibna'ana wa abna'akum, të i marmi, të lutemi për fëmijët e tonë, edhe për fëmijët e juve. Wa nisa'ana wa nisa'akum, edhe për gratë tona, gratë juve. Wa anfusana wa anfusakum, e për vetët e tona, e për vetët e juve. Thumma nabtahil, pastaj të kërkojmë prej Allahu subhanahu wa taala një
çështje të veçantë, se naj'al la'nat Allahi 'ala al-kadhibin, që Allah subhanahu wa taala ta çon mallkimin e tij mbi ata të cilët janë duke gënjur. Dhe këtë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e bënin edhe për çështje që ne i llogaritmi të thjeshta. Ibn Abbas, Allah subhanahu wa taala pas mëshirue për çështje të në shikim, për çështje të fikut, për çështje të cilat janë më jo të nivelit sikur janë çështjet e besimit, sikur janë çështjet e imanit, sikur janë çështjet e tradhtisë, sikur çështjet e mashtrimeve trona në çështjet e besimit. Ibn Abbas, Allah subhanahu wa taala pas mëshirue u sfidonte të tjerët nëse ishin të gatshëm me majt fetvën e tyre që japin, mendimin e tyre që japin, me mallkimin që Allah subhanahu wa taala ta qet mbi ta. Nëse nuk janë në gjendje, atëre ata janë gënjeshtar. Çështja më madhore në fenë e Allah subhanahu wa taala, pa diskutim, ose fetvoja më të rëndave, më të vështirave në fenë e Allah subhanahu wa taala është me nxjerr njeriu në feje. Me thonë, filoni është kafir. Atëre njeriu nuk nxirret për feje me dyshime. Nuk ka mundësi me thonë, ne dyshojmë që e ka bënë një vepër të kufrit dhe ai është kafir. Nga se kur nxirret njeriu për feje, po të ketë ligj të zbatueshëm sheriatik, pasojat për të janë fatale. Nëse nxirret i jepet një vendim se filoni është kafir, pasojat për të në sheriatin e Allah subhanahu wa taala të zbatueshëm në vend janë fatale. Nëse njeriu të cilin e nxjerr për feje nuk ke argumente, qysh e nxjerr njeriu për feje pa argumente? Ose me argumentet me të cilat e nxjerr njeriu për feje, je i dyshimt, janë argumente të sakta ose nuk janë? Janë argumente të cilat e arrin shkallën e kufrit apo nuk janë? Është personi me arsyetime apo nuk është? Janë hek pasojat për me nxjerr njeriu që lejojnë me nxjerr njeriu për feje apo se hek? Janë plotësuar kushtet me të cilat pas tyre njeriu nxirret për fejes ose nuk janë plotësuar? Atëherë gjithë secili që e nxjerr dikën personal prej feje, duhet me qenë i gatshëm, ose të me ja bëni pyetje. A je i gatshëm me bë mallkim që ai nëse nuk është kafir, për cilin po thuhet ti, mallkimi e Allahut subhanahu wa taala qof mbi ty. Edhe shifsi se njerëzit me ignorancë të niveleve të larta, pastaj nuk janë të aftë as edhe për një që nxjerrin për feje me bë mallkim para Allahut subhanahu wa taala që nëse ai nuk është kafir, për cilin ne po them se është kafir, atëherë mallkimi i Allahut qof mbi ne, fëmijët e tona e gratë e tona. E mos folmi për tekfirin që ja bën dietarëve, njerëzve të cilët kanë kontribuar në përhapjen e fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë sa folni poshtë përpjet, sa shkruani e rrenin nëpër interneta, sa e akuzoni grupin e ndihmuar me shpëtum, sa e akuzoni ato, sa bëni ato, sa nxjerrni bife ato, sa bëni bidatxhi ato, sa bëni ato, shumë thjesht. Por që to që i falni, a jeni të gatshëm me lyp mallkimin e Allahut subhanahu wa taala, nëse nuk është çështja ashtu siç po thoni ju. Edhe nëse nuk përgjigjen, normal ata janë fytyra prej fytyrave të munafikëve. Pastaj ata të cilët e bojnë këtë sfidë duhet me ditë se dënimi i Allahut subhanahu wa taala është i vështirë. Edhe kushdo që e shtin punën me Allahun subhanahu wa taala duhet me ditë se ka me marr pasojë. Kushdo që e sfidon veten me Allahun, se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ka vendosur rregullat se çish duhet më kon besimi. Allah subhanahu wa taala është ai i cili ka vendosur rregullat se kur del njeriu nga feja.
Allahu subhanahu wa taala është ai që ka vendosur rregullat kur hyn njëri në fe. Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ka vendosur cili është grupi ndihmuar i shpëtuar. Allahu subhanahu wa taala është ai që ka vendosur se çish janë pasuesit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, cilat janë cilësitë e tyre. Allah ka vendosur ose në librin e tij ose nëpërmjet të dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo është vahi për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk fliste nga menja vet, por e thoshte Allahu subhanahu wa taala me fol, atëherë kushdo që sjell ndryshe asaj që ka qenë ehli suneti prej kohës së sahabëve deri në kohët e sotme, urdhoni. Ne jemi të gatshëm, edhe ju nëse jeni të gatshëm. Nëse jo, nalni marrinat, nalni budallakinat. Nëse jo, ti si i gatshëm me sfidu veten te Allahu. Për çështjet e besimit tënd, për çështjet e mashtrimeve tua, për çështjet e devimeve tua, për çështjet e kuota, si a janë gjendje, a ki fe për ne çeta? Po, urna, nëse e ki fe për ne, na e kemi fe për ne. Për të gjitha çështjet. Për të gjitha çështjet të cilat janë bëhet muhabet rreth tyre se janë të vërteta ose nuk janë. Për shembull, për tyre e përmend milionja namazit, është kufër apo s'është? Ne besojmë se është. Kushdo që mendon që s'është në turnat. Për shembull, çështja e nikabit, ne besojmë që është farz, kush mendon që s'është në turnat. Çështja e mjekrës, që s'lejohet me shkurtuar më tepër sa një grusht, ne mendojmë që është haram, kush mendon ndryshe urdhëni. Dhe çështje të tjera të gjitha që i ka përcjell Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe mi dhon drejtën dikujt me vendos çka është halal dhe çka është haram, me plot të çështje të cilat ne i dimë dhe i besojmë, ne jemi të gatshëm. Kush është ndryshe, urdhoni. Çështjet e tekfirit, moni mos në gjëna me njerëzit. Mos folni me atë që s'keni dituri, mos bëni fesad mes në muslimanëve. Çështjet e akuzës grupeve të cilët punojnë për me qenë fjala Allah subhanahu wa taala më larta, atina që ka pas drejt, atina që s'ka pas drejt, të gjitha. Ne nuk kemi kur gjë në fejnë Allah subhanahu wa taala diçka që e kemi mshef. S'ka mshef kur gjë, gjithçka është e hapur. As një çështje fetare nuk është që ne besojmë për vetë që ashtu, ama njerëzve nuk e kallëzojmë. S'ekziston. Tenës ekziston. Të gjitha janë të hapura të ditura. Nëse mendoni që është ashtu, urdhoni, ja ku sfida. Inna hadha lahu al-qasasul haqq. Se tregimi i se pse kem këtë siguri. Kjo është interesant me ditë. Pse e kena këtë siguri? Për shkak se këto që i lexojmë janë të vërteta, veç për çata. Inna hadha lahu al-qasasul haqq. Tregimi i se sallallahu alaihi edhe të gjitha çështjet të tjera me të cilat na ka lajmëruar Allahu subhanahu wa taala në librin e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij, të gjitha janë të vërteta. Çaq janë të vërteta sa që mallkimi i Allahut qoftë sot mbi mua, fëmijët e mi dhe gruan time, nëse nuk janë të vërteta në përgjithësi. Edhe në veçanti pasaj për gjithë secilin prej tyre, për të cilën ka ardhur argument Bibrin e Allahut dhe në sunetin e saktë pejgamberit alayhis salam. Pse ka mundësi me pas kaq guxim, veç se ne besojmë që janë çto të sakta, veç për çka. Dhe ne besojmë që sot me dal para Allahut me vdek, dal me para Allahut them çka ka qenë kështu, ne kemi po për shkak të argumenteve. Edhe me këto besojmë që shpëtojmë, kemi shtu për xhamin e xhenemit, se për ndryshe siç më lodh hiç. Edhe me këto besojmë që kemi fituar xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, për ndryshe siç më lodh hiç. Se këto të gjitha janë tregime të sakta. O ma min ilahin illa Allah, dhe nuk meriton të adhurohet kërkush, as në tërësi, as në pjesë të veçanta, që i takojnë vetëm Allahut, kërkujnë as i takon hiç. Dhe kushdo që i jep dikuj hise në atë që i takon vetëm Allahut, ne jemi të gatshëm mënyrë për këtë mallkimi për ata, nëse ata kanë mirë ose nëse ata kanë keq ose për neve, nëse na kena keq, pse ne jemi të bindur
me nivelin më të lartë që ekziston më manal se nuk meriton kërkush të adhurohet përveç Allah subhanahu wa taala. Wa inna Allaha lahu al-azizul hakim, dhe jemi të bindur që cilësitë më të larta i takojnë Allahu subhanahu wa taala. Fa in tawallaw, nëse ja kthejnë shpinën, pra nuk paraqiten, nuk guxojnë, nuk kanë iman, se ata iman s'kan, për që ata s'guxojnë, se me pas iman guxojnë. Fa in tawallaw, nëse nuk paraqiten, atëre dije se Allah subhanahu wa taala i din shumë mirë ata të cilët bëjnë fesad, edhe ata të cilët janë të interesuar që fjala Allah dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të jenë fjala përfundimtare në çështjet e tona të dunjas dhe me ato me të cilat dëshirojmë të arrijmë ahiretin. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.